Ndërkohë që disa drejtues të Bashkisë së Tiranës përballen me probleme me drejtësinë, proceset e tenderimit në këtë institucion vijojnë pa ndërprerje. Kryebashkiaku Erion Veliaj duket se nuk harron personat që i kanë qëndruar pranë edhe në momentet më të vështira, përfshirë ata që janë shfaqur publikisht në mbështetje të tij para SPAK-ut. Në këtë kuadër, përfshihet tenderi për rehabilitimin e rrugëve në një blok të zonës së Kasharit, të kufizuar nga rrugët Tre Dëshmorët, Kadri Roshi dhe Panajot Pano, me një fond limit prej rreth 1 miliard lekësh. Në garë morën pjesë 26 kompani, por procedura duket se ka qenë më shumë formale, pasi fitues u shpall kompania Inerti SHPK me një ofertë rreth 600 milion lek me TVSH, edhe pse kishte oferta më të ulta. Sipas pretendimeve, skualifikimi i ofertës më të lirë ka sjellë një kosto shtesë për buxhetin publik, duke rënduar taksapaguesit me rreth 10 milion lek më shumë. Kompania fituese është në pronësi të Halil dhe Florian Muhës. Ky i fundit u bë i njohur gjatë protestave para SPAK-ut, ku shprehu publikisht mbështetje për Veliajin. Vetëm pak kohë pas këtij episodi, kompania rezulton të ketë përfituar një tjetër kontratë publike. Inerti SHPK ka marrë gjithsej 32 tendera në nivel kombëtar, nga të cilët 15 vetëm nga Bashkia e Tiranës. Ky fakt ngre dyshime mbi mënyrën e shpërndarjes së fondeve publike dhe nëse ato lidhen me lidhje apo mbështetje politike, ndërkohë që qytetarët presin për investime reale në infrastrukturë.